Kryeministri Edi Rama, në episodin e radhës të podcastit Flasim, ka folur lidhur me librin The Albanian Files. Rama është shprehur se ai libër është vendosur në shënjestër nga protestuesit për të ngritur akuzat të tjera ndaj tij, teksa theksoi se ky botim nuk është i kontrolluar nga ai dhe as nuk është vepër e tij. Nuk dua të flas për librin, po dua të flas për një inkuizicion që ka nisur lidhur me librin. Një inkuizicion që buron nga fryma e bulevardit, ku protesta e filluar për natyrën ka krijuar shumë degë të tjera dhe një nga degët është pikërisht dega inkuizicionale. Albanian Files është vendosur në shënjestër nga inkuzicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkuzicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Unë thjesht kam dhënë aty një kontribut me një tekst parathënës. Një tekst parathënës që është pa tjetër krenari që unë si kryeminist i Shqipërisë të isha i ftuar ta shkruaj. E para që ky tekst i vën aty, i cili në mënyrë auto-ironike është një letër drejtuar meje, e cila natyrisht është një letër që mua s'më ka ardhur, se s'kishte as se të më vinte, është shënim në dosjen e arkitektit, ku më thot se duhet bëhem dhe zgjedhje, ti mund bëhesh mbret dhe të bësh atë që bënin mbretërit për arkitekturën e tjerë. Kjo është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vet files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë tëra të hapura për publikun. Mëtej kryeministri Rama ka lexuar mesazhin e një protestuesi që shprehej se ende sot nuk i është dhënë një zgjidhje për shembjen e gjysmës së pallatit ku jeton nga tërmeti i 2019. Rama tha se këto janë arsyet legjitime të protestuesve që atij i interesojnë dhe të cilat i merr parasysh për t'u gjetur një zgjidhje. Ai u shpreh se njësoj si ky qytetar ka dhe të tjerë që dalin në protest për të tilla probleme dhe jo për parti politike, ideologji, like apo followers.